Jemi kthyer të dashur te Radio Dugaxhinit, si thash edhe në pjesën e parë, në fakt hyrjet e emisionit e përmenda që do ta kemi një të ftuar, e është për nder dhe kënaqësi ta kem prezant futbollistin e skuadrës së Suarikës, bëhet fjalë për Fuad Ajvazin. Fuad, mirë se erdhe dhe ju bashkuva emisionin pas ditës sportive. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Zakonisht unë e filloj para shumë me pjesën se si ka shku edicioni për ty në përgjithësi, tani me pas edhe me pjesën e skuadrës. Se komenton edicionin tënd për herë të parë me qenë se ke luajtur në Super League? Po, si viti i parë në Super League të Kosovës, për mua ka qenë një edicion i suksesshëm për arsye që i kom pas disa lojë vendimtare edhe me disa paraqitje të mira. Edhe besoj që e kom dëshmu vetën edhe e kom vërtetu vetën që më i me luaj për nivelin e Superligës të Kosovës. A ke pas frikë kështu në fillim para se të shkosh te një skuadër dhe ta provosh vetën në një nivel më lart se liga e parë? Jo frikë që mutu se njerëz janë ata të tjerë, po niveli paksa më i lartë dhe çka ki posa ndrujtin tonë. Po, çaja më të më konë se më nësh me thonë që nështë nuk muna më kop me nivelin e nalt, po me punë dhe me sakrificë gjithçka po mrishin, edhe me ndihmën e stafit, klubit e bashkëlojtarëve të mi që i kam pasur rreth meje, më kanë përkrah në çdo minutë, çdo lojë, edhe me një fjalë ja kom dëshmuar dhe ja kom vërtetuar që muna, po më isha. Çka ke ndryshimi i Superligës me atë që ke luajtur në ligë të parë dhe cili është pak a shumë ky ndryshimi? Si e ke vëreti? Qysh nga pjesa organizimit skuadrës, çka të mundi ma mirë? Një është ma profesionist me të kallëzu drejt, një është ma profesionist në çdo aspekt, në aspektin e stërvitjev, në aspektin e lojës, tempos, grupit, edhe me të vërtet kaloj me një ligë më të lartë, me një tempo më të lartë. Cila është ndeshja më e mirë për ty që ke zhvilluar në këtë edicion? Ka plot me të kallëzu drejt, po një napi që muna me veçu është me dritën, si mrena, si jashtë. Besoj që i kom bon një paraqitje të mirë, si që e dim që drita është kampion. Kampion i Kosovës. Edhe besoj që i kom bo bol këgja mirë sulmuesve dritës. A e ka meritu drita me qenë kampion në baza saj që ke pa? Për si vjetë, me ja u jep dorën me të kallëzu drejt e kanë meritu plotësisht, në çdo aspekt. Po, ndesha ma e dopt, në fakt, jo ma e dopt kështu, po që keni vetën që nuk është duke shumë mirë. Nështë ta me Feronikli një jashtë, kërë i na konë, nuk pa të konë shi, lëq, që aty u konë pa të konë fështi, për arsye mu Veç jetë ma bo një krasim shumë interesant, sepse paraqitja ma e mirë me ekipin në cili rënditë në pozitin e parë. Paraqitja ma e dopt, në fakt, me ekipin që zëve me fundit. Për arsye mu të vëlloj se shi, lëq, pa të konë fush, a veden dhe i sa u kapshe, plus pa ta hipe i bonkës minutën e 2-3 me njerë, që ashtu pa u nëzet, tu nëzet, pa apet në fund mirë dëllëm. Në fakt, Suarika ron nga Superliga, që s'është prit në fillim, se pat një start shumë të furishëm. Çka ndodhi realisht? Pse erdhi deri te kjo pjesë që Suarika me të qenë pjesën një pozicion jolla është mirë dhe për me ron nga liga, duke ditë që brenda një viti afërsisht kanë qenë 4 trajnerë të ndryshëm. Me të regu drejt, në fillim e startum shumë mirë edhe patëm një sukses të madh, so që jena konë edhe për kandidat për titull në fillimin e sezonës, po pastaj patëm me të kallëzu drejt me dëlendime edhe pak nuk patëm fat që ke menej që u konë këtë kja përgjithsi, se punën këto këtë ja kena bo, so që e kena dëshmu dhe në fillim me fitore, pa humbje, me një barazim, kur deputum Superligë Kosovës në fati vogël kundra Prishtinës, po besoj që fati nuk na ka ecë nuk ka qenë me Juve. Fuad e di që siç edhe përmenda ke qenë me 4 trajnerë këtë ndryshëm. Çka ke mësuar prej këtyre, sepse dim që është ka qenë një profesor si Duro, me pas edhe qendrimi, me pas ishte edhe Miriel Josa, cili ka qenë ndryshimi mes këtyre trajnerëve të cilët ke punu? Ndryshimi nuk ka qenë edhe shumë i madh me të kallëzu drejt, po që kom mësu pej treve dhe i falenderoj tret për mundësinë që ma kanë dhënë, sidomos pej trajnerit Durrës që në lojën e parë më ka besu që kom debutuar në Fadel Vogër kundra Prishtinës, pastaj ardh Kida, falenderoj shumë që më ka dhënë edhe minutazh, edhe trajnerit së fundmi që është Josa, i falenderoj tret.
për arsye që më kanë besu në procesin e skuadrës edhe më kanë lënë me u zhvillu në skuadrë me lojtarë të mëdhenj siç ka qenë në Suarek Yll Hoxha, Lorek Boshnjako, Endrit Krasniqi e shumë tjerë. Si është me punu me lejtarë si Yll Hoxha, me molla, mos harroj që ka një përvojë për gjatë në krah aty mirë, vëllai me të kallzu drejt ka qenë një përvojë e veçantë për arsye që kom mësu shumë prej tyne jo edhe në fushë, po edhe jashtë fushës se çysh do të më ços stërvitjes, lojës, para lojë, mas lojë, çysh do të më mendu gjatë të javën për një lojë, edhe ju falenderona shumë për arsye që më kanë ofruar nga si një djalë i ri për një tardhme të ndritur edhe kom mësu shumë prej tyne. Po du më këthy krejnë fillimet tua, si këvillu me futbolin, të cila skuadër, si Kom fillu të shkolla futbollit Kurda, që falenderoj shumë që aty kom marrë hopat e parë, pastaj kom dal në junior në Rami Sadik, pastaj kom kalu në Suedi në klubin Karlstad tek Albert Vonjako mrenda një viti, mbas atyshit kam qenë në Llap, edhe mbas Llapit të mund ka ofru një ofertë në Superligën e Kosovës në Suarek, nga ish drejtori sportiv që ka qenë Granit Dervisholli, tashme që është në Feronik trener. Feronik. Po du më ndalë paka shumë sepse edhe të shkolla Kurda, por edhe të Rami Sadiku, është e treneri cili ka qenë edhe të Rami Sadiku, por vetëm tash se është dalë me ekip të ti. Njëhet Rami Sadiku si një shkollë e cila përni me prodhon futbollista me të vërtetë dhe çka mundesh më na thonë për pjesën edhe si ndihesh, a ndihesh diçka që nuk je plotsu tek skuadra Rami Sadikut apo e ndjen veten që ka bërë shumë profesionist? Me të kallzu drejtë, skuadra Rami Sadikut jam ndi si futbollist profesionist për arsye që kena pas edhe kushtet fusha që favorizon pjesën e Rami Sadikut, zhveshtorë gjitha dhe trajneri i stafit kanë qenë profesionalist, gjithashtu edhe kom debutuar edhe me trajnerin Elon Berisha, sa ka qenë Rami Sadik që më kam besu, po edhe nuk du me zhdu punën e pandalshme që ka bërë dhe shkolla futbollit Kurda, që kam qenë pe fëmijës aty që i kam marrë hapat, i falenderoj gjithashtu edhe ata pe shumë. Kalove në Suedi me pas në Karlstad, ku qëndrove për 8 muaj, forësisht një vjet me trajnerin Albert Vonjaku. Niveli, si niveli me të kallzu drejt. Si nata me dita. Po, me të kallzu drejt ka dallu, ma shumë ka qenë futboll fizik atje, edhe kom kalu mirë për arsye që më kanë ofruar edhe ata ofër vetit, po me dallu fizikun, puna atje normale, atje tempo shumë analt, edhe po ka pas dallim me këtu me të kallzu drejt ka gjë shumë. Si ka qenë fillimi i yt në Suedi, sa rritë mu ambjetu? Fillimi ka qenë si çdo futbollist i zërt, me të kallzu drejt për arsye ambienti, shoqënia, rrethi, këtë vend ndryshe apo den. Po me kalimin e kohës, me ndimin e lojtarëve, stafit, klubit, e kom marrë veten hapas hapi. Krejt na shqiptarët, në fakt shqiptarët në Kosovë, po edhe në Shqipëri, po besoj e bojmë pa mundurën që me shku jashtë, dhe mu largu jashtë Kosovës. Se vendose më rikëthy? Po ka njerë ma mire bre me, s'pëdi, ma mire me dhonë halo për venin tënë, ape den, që dhe ashtu edhe në Superligë Kosovës kër u ktheva dhash, so që mu afru edhe një ftesë kombëtarës U21, so këtë futbollistat e kanë ondur me vesh kombëtarës. Me vesh fanelën e kombëtarës. Fanelën e kombëtarës gjithashtu, po besoj që në Kosovë është mirë, liga është mirë, kushtet janë, profesionalizmi është, besoj që ja vlen. Cila është e ndjenja kur e ke marrë për herë të parë fanellën e Kosovës dhe është një peshë goxha e madhe? Po, është një peshë e madhe. Po, na nuk është që më na me tregu kështu, po ti mundesh më na tregu pse ka peshë. Është një peshë so, po që të ven jetën, linë, zhvilluash edhe mundosh me pas sa ma mirë në çfarë sport që bën, apo den edhe menoj që çdo futbollist e ka ëndër me vesh pej fanellës U21 deri te kombëtarja A. Që kjo është synimi i çdo futbollisti. Cili është synimi tash për tash, sepse Suareka ka rënë nga Superliga, fakt ke kontratë deri vitin 2026, por cilat janë qëllimet e Fuadit? Qëllimet e mia janë si çdo futbollist me synu titullin edhe çdo klub që synon titullin dalë në Evropë. Edhe gjithashtu me marrë ftesën e kombëtarës së Kosovës, po
do të metet më po edhe në vazhdim. Se që kam dëgju kjo oferta, po qa kime vendosë? Besoj që duhet më nalë më diskutu edhe me klubin aktual, gjithashtu edhe me oferta tjera duhet më shqyrtu, edhe metet më po për të ardhmen që po vendosi. Në fakt imi ke në fund dhe më do të me të bëtë dy pyetje. Kundërshtari ma i vështirë që ke pasur në Super League edhe aj më që nuk e pasur fare problem. Po bëhet fjallë për sulmus që e ballafaquar. Po, me të kazu drejt se cili është nivelin e tyne, apeden, se cili mëne me ta bo një dalim, pej se cili po sështë muna me vequ najkan, përveç disa sulmuzve të dritës me të kazu drejt që normal e kam bo punën që mu dalu në ligë. Dalu në ligë, po. Edhe ke pas paka shumë ma problem. Pak po, si dhe mas në lojën e par po. Fuad, cili është sa zhyt dhe fakt ajo që ka donë me bë gjatë kohës, edhe pse paka shumë e përmendë që donë me kanë pjesë e kombëtares së Kosovës, po ashtu edhe ndonjë ekipi i cili pretendon të jetë për titullin kampion. Po. Cili është mesazhi yt dhe çka do të ndodhë me Fuadin në edicionin që vjen? Fuadi normal punën nuk e ndal kur, si në ditë vështira dhe të mira, gjithashtu e kam përkraje nga familja gjithmonë, edhe do ta shohim një Fuad me një klub edhe me një sezon super të fortë. Shpresojmë. Edhe unë shpresoj sepse ke talent, ke punë dhe besoj që kemi arrit më të mirat. Kudo që të shkojsh, kështu që unë të uroj suksese. Fuad edhe faleminderit shumë që ishe pjesë dhe ju bashkova emisionin Pasdita Sportive. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën, gjithë të mirë.